Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim një menu tjetër me receta shumë të thjeshta për iftar. Kam vendosur që gjatë këtij muaji t'ju sjell sa më shumë receta që unë përgatis për familjen time, në mënyrë që edhe ju të mund t'i përgatisni gjatë muajit të Ramazanit për familjen tuaj. Recetat që unë përgatis janë receta të thjeshta, receta që nuk kërkojnë shumë punë, pa lodhje, dhe ndonjëherë edhe receta ekonomike, pra pa shumë shpenzime. Edhe sot do të gatuajmë diçka të thjeshtë, por që me të vërtetë del në fund shumë e shijshme. Menuja që kam përgatitur për këtë iftar është një menu e thjeshtë që përmban pilav, supë dhe mish të presionuar me erza dhe perime të ndryshme. Tani le të nisim pa u mburko me përgatitjen e recetave. Ajo që do të bëjmë në fillim është përgatitja e mishit, pasi me të njëjtin lëng nga mishi do të përgatisim supën më pas. Në rastin tim, unë kam presionuar rreth 2 kg mish, duke qenë se unë sa herë që ble mish veproj në këtë mënyrë, pra e presionoj mishin me perime të ndryshme dhe më pas mishin e gatuar e përdor në receta të ndryshme. Pra jo të gjithë mishin që do të shikoni në këtë video, unë e përdor për një vakt. Edhe në këtë rast, mishin e kam ndarë në disa pjesë. Një pjesë e kam gatuar për iftar dhe pjesën tjetër e kam ruajtur në zonën e ngrirjes në frigorifer për ta pasur gati për gatime të tjera sa herë që të kem nevojë. Gjithashtu në këtë mënyrë edhe lëngun e mishit e lë të ftohet mirë dhe pasi lëngu ftohet bëhet në një formë gelatinoze dhe në këtë mënyrë më pas unë lëngun e mishit e ruaj në frigorifer në zonën e ngrirjes dhe i përdor sa herë më duhet për supë ose për pilav. Në këtë rast, unë mishin e kam futur tek tenxhera me presion, kam shtuar aty një kokur qep të paprerë, 2 karrota të qoruara, të paprera, kam shtuar 3-4 thelpinj hudhre, kam shtuar pak krip, piper të zi dhe rigon. Dhe gjithashtu mos harroni të shtoni dhe ujë që na duhet për zjerjen e mishit. Mund të veproni në këtë mënyrë siç kam vepruar unë në video. Pra të presiononi mishin, ose nëse doni dhe mishin nuk doni që ta presiononi, por doni që ta zjeni në tenxhere normale, mund të veproni njësoj. Unë mishin e kam presionuar për të paktën 1 orë e gjysmë tek tenxhera ime me presion. Çdo gjë varet nga tenxhera që keni në shtëpinë tuaj dhe pas 1 orë e gjysmë do të shikoni që mishi është bërë llokum, shkëputet shumë kollaj nga kockat. Dhe tani pjesën e mishit e keni gati. Siç u thash edhe në fillim, unë do të marr një pjesë shumë të vogël nga mishi për iftarin e sotshëm dhe pjesën tjetër të mishit e kam gati për ta gatuar për herë të tjera, ndërsa lëngun një pjesë do ta përdor për supën për ditën e sotshme dhe pjesën tjetër të lëngut do ta ruaj në frigorifer. Do të marrim pak nga lëngu dhe perimet, do t'i shtojmë në një tenxhere tjetër dhe të gjithë masën që kemi në tenxherën tjetër do ta frulojmë ose do ta kalojmë në një mikser derisa të bëhet një masë homogjene. Pasi masën e keni gati, e shtojmë tek tenxherja dhe tani do të shtojmë aty rreth 1 fixhan të vogël kafeje me oriz. E vendosim tenxherën në zjarr që të zjej për të paktën 15 minuta. Nëse dëshironi, mund të shtoni edhe pak nga pjesa e mishit, kjo varet në dëshirën tuaj. Dhe kur mendoni që supa ka arritur trashësinë që duhet dhe gjithashtu edhe orizi ka zier, tani supën e keni gati, mund ta kontrolloni për krip dhe më pas mund t'i shtoni sipër pak gjalp të skuqur me mëndërs ose nane ose nene xhik si quhet ndryshe dhe më pas supën e keni gati. Pra edhe mishin e keni gati, edhe supën e përgatitëm. Ndërkohë recetën e pilafit do t'ju sjell pak nga pjesa e recetës që kam përgatitur tek një menu më parë.
Pas në tenxhere do të shtojmë edhe një gotë të vogël çaj me makarona të holla ose nga këto makaronat e posaçme që përdoren kur bëjmë pilaf ose edhe kur bëjmë supë. Nëse nuk keni nga këto makarona, nuk ka problem fare, mund të hidhni direkt orizin. Do t'u japim një skuqje të lehtë makaronave derisa të fillojnë të ndryshojnë ngjyrë, të bëhen pak në ngjyrë kafe të lehtë, dhe në këtë moment në tigan do të shtojmë edhe orizin. Në këtë rast unë kam përdorur 2 gota me oriz. Orizi që kam përdorur në këtë rast është oriz kokër gjatë ose oriz basmati, si quhet ndryshe. E trazojmë mirë për të paktën 1 minutë në zjarr mesatar. Tani do të shtojmë ose krip ose mund të shtoni nga këto erëzat që përdoren për pilaf ose bulion me erëza pule. Dhe tani është koha që të shtojmë edhe ujin e nxehtë. Në këtë rast unë kam përdorur 5 gota me ujë të nxehtë. E di që gjithmonë përdoret raporti 1:2, por gjithmonë unë preferoj që këtij raporti t'i shtoj edhe 1 gotë tepër me ujë. Pra në rastin tim, duke qenë se kam përdorur 2 gota me oriz, kam shtuar 5 gota me ujë të nxehtë. Pasi kam shtuar edhe ujin, tani orizin do ta lëm që të ziejë në zjarr mesatar për të paktën 10 ose 15 minuta, ose derisa të shikoni që e ka pirë të gjithë ujin. Në momenti që në tenxhere nuk ka më ujë, ta ulim zjarrin në minimum dhe sipër pilafit do të vendosim peceta kuzhine. Tani do ta vendosim sërish kapakun sipër pecetave të kuzhinës dhe do ta lëmë në këtë mënyrë orizin për të paktën 10 minuta të tjera. Pas 10 minutash, orizin e keni gati. Më besoni që në këtë mënyrë pilafi del fantastik. Dhe pasi keni përgatitur të gjitha recetat, tani nuk na ngel gjë tjetër veç se ta servirim iftarin për familjen tonë. Zoti ju pranoft të gjitha lutjet dhe agjërimin tuaj. Shpresoj shumë që këto receta t'ju pëlqejnë dhe nëse po, mos hezitoni t'u jepni atyre një like, si dhe t'i shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.